mbeturinave, thot unë kam një pronë aty afër shie, thot se si duket shtrati. Në këtë rast nuk është vetëm anash edhe vetë shtrati I lumit është I mbushur me mbeturina. Këtu natyrisht duhet të ndërhyjet urgjent sepse në rast të rreshave të mëdha atëherë bëhet I pashmangshëm vërshimi dhe dalja e shtratit nga lumi, me që mbeturinat janë futur dhe brenda shtratit të lumit. Shihni çka u bëjmë ne lumeve në mungesë të një fabrike për insenerim ose riciklim të mbeturinave. Në mungesë të kësaj fabrike ne krejt çka bëjmë miq është mbeturinat I hedhim nga një fushë në një fushë, nga një lum në një lum. Nuk kemi arritur ende të bëjmë një projekt, as kjo qeveri nuk e bëri dhe kam përshtypjen që as nuk ta bëj as mandatin e ardhshëm se nuk e kam parë ta ketë në plan. Një fabrik për riciklimin ose insenerimin e mbeturinave, në mënyrë që të mos vazhdojmë të ndotim lumejt e fushat e hapësirat e kësaj Kosove kaq të bukur. Mungesë këto impianteve për ujërat e zeza, nuk mjaftojnë vetëm mbeturinat që I hedhim në lumej, ne edhe ujërat e zeza, edhe kanalizimin, për me thonë ma vrasht, e derdhim në lumej, sepse kemi shumë pak impiante në disa pak komuna dhe duke mos pasur impiante për përpunimin e ujërave të zeza. Krejt çka bëjmë është që lumejt tani përshëndesim me mbeturina dhe me fekale. Babai im është punëtor, I martuar ka 7 fëmijë, banoj në shtëpi të vogël, atje larg në periferi. Për herë kok ullur ai ec, ku zvonojt jo nuk ngec, dallavet nuk I don, jetën në sy e shikon, jetën në sy e shikon. Baba im është punëtor, punën e di nga 7 orë, shkon dhe vjen me bicikletë. Baba im është punëtor, punën e di nga 7 orë, shkon dhe vjen me bicikletë, dhe zonë I lindjen vet për vet. I Marksit I varur në mur, babaj e pyet a u loj e bur, dhe kështu u bën shumë vjet, a I me te